Vuani nga gazdrat, kapslloku dhe fryrja e barkut, kjo recetë jep fund këtij sikleti. Përbërësit që juve do t'ju duen janë gjysmë filxhani çaj me lëng molle, 2 lugë gjelle lëng limoni, 1 lugë çaj xhenxhefil, gjysmë lugë çaj krip dhe gjysmë filxhani çaj me ujë të nxehtë. Hidheni ujin në një enë dhe vendoseni në zjarr të vlojë. Largoheni më pas nga zjarri dhe hidheni në një gotë, shtoni në të kripën dhe përzjeni. Më pas hidheni lëngun e mollës, xhenxhefilin dhe përzjeni të gjithë përbërësit mirë. Përdoreni këtë pije 3 herë në ditë, në mëngjes me stomakun bosh, në mesditë para vaktit të ngrënies dhe sërish në mesditë pasi ka kaluar pak nga koha që keni marrë dozën e dytë. Ndiqeni këtë trajtim 1 apo 2 herë në muaj dhe kështu do të habiteni me rezultate që do të keni.